Po, ka ndrym të madh çmimeve. Në krahasim me të ardhurnat që i morim, për shembull si pensioner që jam, me të vërtet janë shtrenjtë. Po leçi janë shtrenjtë, po edhe kvaliteti është i dobët. Domethënë kvaliteti si plotson ato për sa parë jepën. Që tash duhesh me ecë skejt tregun, ani me nxjerr një domate të mirë ose një spec mirë, pse krejt bin pe jashtit. Na rrim, na po rrim, po flem, se dilquri kafët, rast, kur s'punon, pi qilës do të na vjen diçka, që to i zgata, falenderit. Pa normal, ndikon, mirësisht që s'mvarna pe i pensionit, punojnë edhe fëmija, si ne ka pak gjindën njerëzit, mirë po nuk është me këshyr veç vetën, po me këshyr një kategori njerëzve që s'kan ardhurna, presin një ndihmë sociale ose një pension, ç'a me bën atinve? Ajo është një kategori e madhe, një pjesë e madhe e popullit. Pjesë e madhe. Jo, nuk e po përjetë veç me shoqën, për momentin fëmija i kanë dalë për banesa, i blej. Edhe pse të kushtojnë pak ma shtrejt, nuk kursena. Jo, për kondrazi, unë bash po mendoj, sepse tash dola në treg, po që janë në çmime pak më të arsyeshme se deri tash. Me siguri janë edhe prodhimet vendore kanë fillu, kështu që nuk po shoh, për shembull, 1 euro një pjepën, nuk besoj që mund me thonë dikush, derisa u zbut 2 euro një kafe. Do kjo do të thjesht, kështu që unë nuk po vrej se është në një rritje. Po cilësia e tyre, a mendoni që përputhet me çfarë? Ka cilësi, normalisht, s'ka të lypsh edhe gjanë, por që ata edhe ekziston tregu, është edhe cilësia edhe është çmimi. Qysh e paguajsh, domthonë edhe merr cilësinë. Po të kemi një send qartë. Nëse na nuk mirë me prodhimet vendore, çka nuk po dojna me prodhu, s'po dojna me punu, këtë vinë domthonë prej importit, normalisht që na dikton importi, do kanë me konë edhe më nalt. Nëse pak i kushtojmë atë për anësi, bujësisë jo veç normalisht me rotarik me fol të flasëm, po do investime atëherë ish dashtë me konën, ma lirë, nëse kur gjë tjetër, bilem s'paku me konë kvaliteti, ma e mirë. Po ka pak rritje, po nuk ka shumë. Nuk ka shumë. Si po ndikon kjo në buxhetin e juaj? Po ndikon shumë. Apo blini më pak fruta dhe perime? Po, ka pak, si mas nevojës. Mirë është. Edhe s'po dalloj njëjtë. Para 2 javë kom qenë shkallë 10 cent, 15, 20 cent që aty po lunë. 30, 50, varsisht për i trektarit. Si po ju duket cilësia atyre? Mirë, nuk ka vretje. A mendoni që çmimet janë të arsyeshme? Arsyeshme normal. Se me punu specat të ligjane sa vërshime se si bëbohet, se vjen një ujë dhe shkon e atëre reale është. Punë vështirë, po pagut. S'kem qa bojt.